Roma. Për shkak të gjuhës, të kulturës, por edhe historisë, raportet e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë Madhe vazhdimisht janë konsideruar raporte speciale. Sigurisht në përmasa shumë të vogla, në miniaturë, edhe raportet e Kosovës dhe Shqipërisë do duhet të konsideroheshin të tilla. Të ftuar sonte e kemi në komitet ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Me të do të bisedojmë lidhur me krizën e fundit politike në vend dhe lidhur me ndikimin që ka Shqipëria në zgjidhjen e kësaj krize. Do të bisedojmë edhe për problemet reale që po lindin në mes barrierave kufitare të Kosovës dhe Shqipërisë, pengesat në njohjen e diplomave të atyre që kanë diplomuar në Shqipëri për në Kosovë dhe probleme tjera. Zoti ambasador, mirë se erdhën në komitet. Mirë se u jeta. Kjo është hera parë ju këtu, faleminderit që pranot. Faleminderit juve. Para se të vini në Kosovë, ku keni shërbyer, zoti ambasador? Mbas vitit 2000. Pas vitit 2000. Unë kam qenë në vitin 2002 kam qenë ambasador i parë i Shqipërisë në Danimark. Danimark, okay. Nga viti 2002 në 2005. Dhe në 2005-ën, kur kisha bërë vetëm 3 vjet ambasador, ish kryeministri Nano më thret dhe thotë që mendojmë të bëjmë deputet ose të bësh deputet. Aha. Dhe më kthyn nga Danimarka dhe kam shkuar në rrethin e Matit, ku kam lindur, po kam jetuar vetëm 2 muaj dhe jam larguar nga i vend, se babai im ka shërbyer në disa rrethe të Veriut përpara viteve 90 dhe u shkova në Mat nga ambasador dhe u zgjodha deputet me sistem magjoritar me lista. Okay. Kam ndejt 8 vjet deputet në rrethin e Madit, 2 legjislatura. Kam qenë antar i Komisionit Jashtëm të Parlamentit dhe mas kësaj 2013 nuk kandidova prapë për deputet dhe në fillim të 2014 me dëshirë më të madhe erdha ambasador ose me emëruar ambasador në Kosovë. Aha, a ishte po në cila sipas teje është më mirë jeta e deputetit a diplomatike? Kam frikë. Se do në komprovu jetën e deputetit edhe të mediave, po jo diplomatike. Kam frikë se do mërziten deputetet. Do mërziten deputetet. Aha. Megjithatë, edhe jeta deputet, puna e deputetit është shumë interesante. Çfarë keni punuar zoti ambasador para viteve 90-ta? Para viteve 90, unë kam marrë gjuhë të huaj, kam marrë për gjuhën angleze dhe kam punuar me organizatat e rinisë. Kam vazhduar rasti që të punoj në Komitetin Qendror të Rinisë dhe kam shkuar në shumë vende të botës, në takime të ndryshme ndërkombëtare, nga Tanzania deri në Kanada. Dhe këtë punë kam bërë deri në vitin 90. Ka shumë ato që bëjnë edhe diplomatët atje. Kam qenë gjysmë diplomati. Dhe në mënyrë të rastishme do thoja mas vitit 91 deri në vitin 2001, më vazhdon rasti që të zhvilloj marrëdhënie me Danimarkën. E filluan rreth parë domethënë si një guide turistik, pastaj me disa projekte të NGO-ve, pastaj në aktivitete ndryshme midis Shqipërisë dhe Danimarkës, dhe për kuriozitet nga 91 deri në 2002 kam shkuar ambasador, unë kam shëtitur, kam shkuar në Danimark 139 herë. Domethënë çdo muaj një javë isha në Danimark me aktivitete nga më të ndryshmet. Dhe kjo është arsye pasaj që unë u zgjodha ambasador, sepse nuk kam qenë involvuar në jetën politike, kam qenë një NGO do thoja në vetvete, me aktivitete nga më të ndryshmet që lindin të 2 vendet, Danimarkën dhe Shqipërinë, dhe domethënë adhërimi i dytë në një farë mënyrë u bë Danimarka. Një shoqëri shumë. Kopenhaga nuk krahasohet me Prishtinën sa i përket. Prishtina është më e bukur. Është më lehtë që kjo është diplomatike që kjo. Nëse nuk e kemi ditë. A është më lehtë të shërbesh në një vend si Danimarka apo në Kosovë? Në Kosovë jeni apo ambasador apo më shumë se ambasador? Pyetja shumë interesante. Domethënë nuk ishte shkumendje që mund ta bënit. Danimarka ka një veçanësi tjetër, Kopenhageni. Unë shkoja në Danimark duke pasur një bagazh njohësh njerëzish, institucionesh. Dhe nuk isha një ambasador rishtas, domethënë për fillimit. Po kisha eksperiencë të ndryshme dhe më dha shumë dorë për të ecur në punën time atje.
Por të jesh ambasador pastaj në Prishtinë është shumë e veçantë. Në diplomaci ka një rregull. Je i rëndësishëm nga rëndësia që ka vendi jot origjinës në vendin ku shkon. Prandaj unë jam brenda vendit tim. Dhe ti jesh ambasador në Prishtinë është një privilegj i jashtëzakonshëm. Është një punë shumë e lehtë dhe gjithashtu është dhe shumë e vështirë. Po se duhen me kënë dhe me dy fish më i kujdesshëm në raporte me... Po patjetër. Sepse kemi pa ko pas kohë dhe tensionime në herë retorike. Po do të kthehemi pak më vonë shpendje nisi. A ma shumë e konsideroni veten në Kosovë jeni thjesht ambasador i një shteti fqiu apo ambasador në kontekst tjetër, sepse ne kemi shumë ambasador shteteve fqinje. Po janë shumë të gëshetuar njëri me tjetrën. Shpesh herë kur ndodh ndonjë gjë këtu në Kosovë, mundohesh që të marrësh një qëndrim, po harron që njëjti mentalitet është dhe nga ande ku vjen. Po. Dhe ndihesh pak si zonë faj, sidomos për gjërat negative. Po. Dhe nga ana tjetër ke shumë vështirë dhe për të reaguar kuptimin e kësaj, se një tjetër do thotë çfarë thuti, më po si është në Tiranë. Po zemra thotë mi thon dëgjona, truni thotë mos i thuj. Pikërisht, po këtu është shumë e rëndësishme sepse tu gama e veprimit. Domethënë, jo vetëm për ambasadorin e Shqipërisë, po për çdo ambasador, Prishtina është një vend tepër i rëndësishëm. Kosova është një vend shumë tërheqës diplomatik, me një intensitet shumë të madhe pune. Thuhet që ambasada amerikane në Prishtinë është më e madhja prej ambasadave amerikane në rajon, siç e kam dëgjuar prej stafit që punojnë aty. Për nga numri të punësuarve. Për nga numri nuk mund të flas, por për si godin do të jetë më e madhe në rajon pas 2 vjetësh. Kosovarët i kanë sy të drejtuar nga ambasadat, domethënë shikohen me këshëritë, çfarë thonë ambasadorët. Dihet që kanë influencë madhe ambasadorët amerikanë këta Quintit që njihen 5-shja. Cila është influenca e Shqipërisë këtu në Kosovë? Ta them? Thuaj. Është shumë e madhe. Okej. Në çfarë kuptimi? Nuk duhet matur me shifra, 1, 2, 3, 4 apo Quint, por është e rëndësishme sepse Shqipëria është një shtet, në radhë parë është antar i NATO-s, është një shteti am i kombit shqiptar, mentaliteti, historia, e shumë gjëra, nuk po hyj tash për të zbërthyer këtu, e bëjnë Shqipërinë shumë të rëndësishme. Dhe ajo që do të thonja unë që çdo veprim i politikës shqiptare në drejtim të Kosovës është ndonjëherë dhe më e rëndësishme se ndonjë vendi të Quintit. Është më i rëndësishëm. Shqipëria fatmirësisht, pavarësisht problemeve që ka pasur gjatë 20 viteve të tranzicionit, klasa politike e majt apo e djathtë qoftë, ka pasur një qëndrim shumë të matur ndaj Kosovës, që ka shkuar për krah interesave të Bashkimit Evropian, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe me radhë. Asnjëherë Shqipëria nuk ka luajtur rolin e paternalistit, siç ndodh në një vend tjetër në rajon. Shqipëria ka konsideruar veten shtet të ndarë nga Kosova lidhur me politikat që bëhet, por të njësuar në ëndrrën e madhe evropiane që Kosova të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian sa më shpejt. Zoti ambasador, për me të faktin që Shqipëria ka një ndikim të jashtëzakonshëm në Kosovë, megjithatë shteti shqiptar nuk është përfshi shpesh në ndihmesën për disa kriza politike të brendshme, për procese ndryshme të brendshme politike. E fundit është kriza politike në cilën ndodhemi tash. A ka ndonjë mundësi shteti shqiptar me ndihmu në këtë aspekt elitat politike në Kosovë për me tejkalu këtë situatë, tu pas parasysh ndikimit që thatë që e ka shteti shqiptar këtu? Kështu do të kemi parasysh që politika zhvillohet në planin politik, po edhe në planin e njohje personale, individuale. Domethënë shumë udhëheqës ose klasë politike shqiptare, ministrat e me radhë, të mund vinë në Kosovë pa i parë dhe kërkush. Edhe pa e ditë dëmën, në kuptimin vinë për të takuar miq, shtokët, ashtu si ndodh me gazetarët. Para ca ditësh ishte ish presidenti Topi, këtu, po e tjerë, domethënë Prishtina është një qendër, njerëzit e kuptojnë domethënë si Tiranën, po shkojnë Prishtinë, po bëjmë. Dhe dashje pa dashje, njohjet personale, individuale, për një kohë të gjatë, krijojnë dhe ato lidhjet e tyre.
edhe në politikë, edhe në qasit. Në Shqipëri pasaj ka dhe një avantazh tjetër shumë të madh, që mediat kosovare ndiqen me kërshëri, me kujdes shumë të madh. Ka njohës të jashtëzakonshëm, që e ndjekin domethënë gjitha kanalet televiziore, biseda të ndryshme. E kam vënë re vetë që dalë në një intervizë diçka, do shikoj gjitha ato telefonatat pam te kjo televizor, te kjo gazetë më radh. Ne kemi përshtypjen se vetëm na e njohim Shqipërinë, jo dhe Shqipëria neve. Nuk është e vërtetë, është domethënë edhe gazetat tash kanë filluar mëngjes për të dhënë, edhe kështu i referohen Ballkan Web, që janë të gjithë fajt edhe shtypit Kosovës, si e mendon këto. Domethënë Kosova është shumë në Tiranë dhe Tirana është shumë në Kosovë. Prandaj janë këto gjëra që nuk i por ka një diçka tjetër pastaj që veprimet e politikanëve shqiptarë në momentet të saktuar, sidomos krizash, shikohen me lupë. Dhe ne mundohemi të jemi të kujdesshëm të drejtim që mos influencojmë për keq. Natyrisht, mesazhet që vijnë nga Tirana edhe në kohë krizash janë domethënë të ruajtjes gjaftësisë, stabilitetit, dialogut, bashkëbisedimit me radhë. Ambasador, në kontekst pyetjes Leonardit, ishte një përpjekje kryeparlamentarit të Shqipërisë, Zotit Ilir Meta, për të zhbllokuar situatën. Ju shoqëruat në takime, ai nuk takoi vetëm kryeministrin Mustafa dhe zotin Thaçi. Çfarë u bisedu në këto takime, edhe pse nuk rezultuan me sukses? Në ato takime janë biseduar temat që diskutojnë krerët, domethënë të më të rëndësishëm të politikës botërore. Domethënë ato me frymën e Amerikës, me frymën e Bashkimit Evropian, dhe këtë e them shumë sinqerisht, për gjetur një konsensus të plot, dhe ishte shtysa e zotit Meta që 3 drejtuesit kryesor të opozitës takohen me presidenten. Dhe gjithmonë edhe kur takohen në Tiranë, ne themi domethënë që duhet të ketë patjetër një mirë kuptim, sepse jeni ju ato persona që do zgjidhni krizën, mos prisni domethënë që kjo krizë të zgjidhet nga të tjerët. Sepse shpesh herë ndoshta mund ta them këtu pritet domethënë që më tepër të ketë një interferencë të huajve. Dhe kur themi të huaj, jo të Shqipërisë, po themi faktorit ndërkombëtar. Dhe shpesh herë kur shkojmë në një pritje, ministrat na pyesin ne pyesim ato. Amerikanët pyesin ministrat pyesin amerikanët si e mendoni ju zgjidhjen. Dhe kjo vjen për një arsye të thjeshtë, sepse ende klasa politike nuk është mësuar, duke pasur shumë organizma që janë përkujdesur për ngritjen e institucioneve në Kosovë, janë mësuar domethënë që të marrin dhe vision e të huajve. Dhe akoma nuk po fashitet kjo që sot Kosova çdo ditë më tepër po bëhet e pavarur. Ndaj dhe qëndrimi i klasës politike, politikanëve vendas duhet të jetë më i pavarur. Duhet të jetë Thoni që nuk dojnë ndërhyrje nga jashtë shumë? Pikrisht, pavarësia ka vetvete domethënë edhe pavarësinë politike, jo thjesht ekonomike, jo thjesht territoriale që shumë njerëz e konceptojnë. Po në kalumen ka pas interferim më të madh të Quintit, po sigurisht e përmendni të shpendë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata kanë ndërhyrë kohë krizash mesnesh, madje kanë zgjedhur edhe kryeministra, kanë zgjedhur edhe presidente, e cila është edhe aktualisht e dalë kushtimisht themi nga një zarf ndërkombëtare diplomatike. Tash aktualisht nuk po përzihen shumë, na jemi në një udhkryqje më të madh 15 vitet e fundit. Po rrezikojmë shumë duke bë thirrje mas më në përzin çështjet tona të brendshme, në anën tjetër na kemi një blokadë totale të institucioneve. Çështja është që çdo gjë që ndodh fajin e kemi vetë. Po bëjmë në pjesë së saj. Domethënë ne duhet të jemi më tepër konfidentë njëri tjetri. Shiko, bota ka shumë halle, ka shumë probleme. Kosova e sotshme nuk është Kosova e para 10 vjetëve. Interesi domethënë i ndërkombëtarëve për Kosovën në këtë aspekt vjen duke rënë. Bota ka probleme të tjera. Kush e mendonte që do kishim një konfiguracion geopolitik këtë vit në krahasim me 2 vite më parë? Në rajon po ndodhin shumë fenomene. E fundit, Malizi, kandidate për të futur në NATO. Tjetra, një pozitë e Rusisë në rajon më shtuar. Një Serbi që mundohet të luajë sa në lindje dhe në perëndim, që kërkon koncesione të tjera me radhë. Domethënë dhe presioni është shumë i madh në rajon. Ku jemi na në gjithë këtë? Natyrisht. Kosova. Neve jemi tash në mes të një turbulence
Në fakt ne jemi turbulenca vetë, sepse ne nuk po prodhojmë stabilitet në vendin tonë. Ne jemi Po, pikërisht kjo është shumë sa e gjatë rëndësishme. mundëm me vazhdu kështu pa rreziku të ardhmen e vendit. Kjo është tepër e rëndësishme, vetëm duhet keni parasysh diçka kur secili pret çdo bëj tjetri dhe çdo bëj unë, më e rëndësishme është çdo bën ju, çdo bëjnë politikanët këtu. Dhe për këtë është një mision shumë i vështirë, por jo pa rrugdalje. Ajo që mendoj që këtu duhet zhvilluar më tepër është vetëm një fjalë, toleranca, ose po ta themi barazim, po të themi, duhet të jemi domethënë që give and take. Po, kjo shumë kujt Kosovja përkujton gjendjen në Shqipërisë në vitin 96-97, pra ku opozita dhe opozita nuk komunikojnë me njëri tjetrin, nuk shtrin dorën njëri tjetrit, janë armiq më shumë se sa kundërshtar politik. Pra, cili është çka mundet Shqipëria më na tregu neve. Po, shumë bukur. Unë po them diçka, megjithatë nuk mund të krahasohet situata e Kosovës sot me situatën e Shqipërisë. Kosova ka veçanësitë e veta. Na mundemi me befasu pak më vonë, pra na jemi Jo. E kam fjalën që Kosova është një shtet i pavarur prej 7 vitesh. Po. Domthon është akoma në shtet formim me elemente të reja etj. Me radhë. Kosova nga ana tjetër është vendi i një konflikti, del nga një konflikt shumë i madh. Po. Nësa Shqipëria nuk ka pasur karakteristika. Shqipëria doli, domethënë mas vitit 90 në një vend me ekonomi të rregull, me demokraci në një sistem tjetër. Ky ka përthylli që bëri Shqipëria. Megjithatë, do thonja këtë që në Shqipëri, në të gjitha krizat që kanë ndodhur politike, ka pasur diçka që sistemi legjislativ kanë funksionuar me hope, por ka hecur. Domthon komisionet e parlamentit të Shqipërisë, në mënyrë formale, informale janë mbledhur, nuk ka pasur një blokad të tillë kaq të dhunshme. Ajo që më bën përshtypje mua është që unë i kam pas transmetuar Tiranës me shumë krenari, duhet marrim shembull te Kuvendi i Kosovës. Duhet marrim shembull të debatet që bën Kosovë. Kemi përmendur gjatë në skenën politike këto shembull. Po nuk më bën domethënë përshtypje për të bërë se duke ne me një vend tash i do marrësh huqet e vendit. Tash unë nuk marr vend domethënë nga një vend tjetër. Ku çdo ambasador ku shkon në një vend do marrë zakonet e një vendi tjetër. Ndërsa unë kam marr zakonet e Krahinës. Tani jo kemi kaluar për një shkallë. Jo kaluar, por super kaluar, domethënë deputetët nuk po mund të shihen me njëri tjetrin se kishin dialogu, po kanë pak problem fizik. Është tani krizë tek ndryshimet kushtetuese apo ato të ligjit zgjedhor, kur opozita ka bojkotuar, po jo ka gjatë. Jo ka gjatë, ka pasur domethënë bllokime rrugësh, tjegë gomash, kupton apo jo, kanë burit që kanë qenë kështu. Po ju kaluat nga buria në vezë. Cila është, zoti ambasador, si shihni zgjidhjen për kësaj situate dhe a ka ndonjë plan shteti shqiptar për me ndihmu, për me lehtësu te kalimin e kësaj krizës politike, të i pas parasysh gjithë këto takime, shpendi përmendni Ilir Metën që ka qenë kryetari i parlamentit, kemi pasur disa darkat me kryeministrin shqiptar në Tiranë, zoti Ramush Haradinaj, zoti Albin Kurtin takuar. Pra, a ka ndonjë qendrim Ministria e Jashtme e Shqipërisë për krizën politike? Edhe si mund dilet për kësaj krize? Natyrisht, domthon jo si Ministria e Jashtme thjesht, por domthon si një qytetar ose si një bashkëqytetar që mund ta quaj veten këtu është domthon që dhuna nuk prodhon demokraci. Dhuna domthon nuk të çon lëkundi. Por dhe nga ana tjetër domthon pozicionet nuk duhet të jenë të palëvizshme. Në çkuptim, sepse në qoftë se shikon që nuk hec një proces, ajo që duhet të ketë planin B është e ka qeveria në dorë, kudo, e opozita. E të kuptojmë diçka që opozita në asnjë vend botës nuk lavdërohet, as në Amerikë. Domthon çdo kryeministër do thotë si kjo opozitë s'ka më e keqe se kjo. Domthon opozita gjithmonë mundohet është si uji që domthon murit i hyn në vrimë, mundohet domthon nga dita parë kërkon zgjedhje. Domthon kjo që ndodh në Kosovë nuk është ndonjë diçka që s'ndodh në vende të tjera. Por çështja është se sa qeveria duhet të jetë refraktare në këtë drejtim. Çfarë shikohet. Dhe pastaj domthon duke thënë që po nëse ky element i opozitës do bëhet me ne çështje së zgjidhur, ky është një gabim i dytë.
nuk po jap hollësira më tepër domethënë kështu. Çështja është që opozita duke mos pasur domethënë mundësi për të dialoguar me një tolerancë të lejueshme demokratike, bëhet domethënë më solide. Prandaj në këto kushte do mendoje që më duket sikur në politikën kosovare ka një ide që majoranca thotë shiko ç'bëjnë këto dhe pa menduar se ç'duhet bëjnë për këto. Dhe një opozitë që thotë shiko ç'bëjnë këto dhe pa menduar se ku mund tolerojnë. Po të marrin problemet, për shembull, dy problemet bazë që janë demarkacioni dhe kjo. Demarkacioni unë mendoj që me kohë mund të ishte zgjidhur shumë më mirë me Malezi. Me kohë mund të ishte zgjidhur se marrëdhëniet e Kosovës. Për tani është zgjidhje e keqe mendoni? Kjo ç'është? Unë nuk e di, po flas domosdoshmë edhe për një variant tjetër, në tolerancë në kuptimin që të bësh në bashkëbisedime të radhë. Unë nuk hyj te thelbi çështjes a kanë të drejtë apo nuk kanë të drejtë. Por unë shikoj tjetërin që klasa politike e Prishtinës me atë të Malit të Zi mund ta kishin bërë të probleme tepër. Mund ta kishin zgjidhur në kohë. Pastaj çështja e kësaj të vendosjes kufive nuk ka qenë një imperativ shumë i madh, se ndonjëherë themi kërkon Bashkimin Evropian të do ta bëjmë. Mund të ishte një çështje që mund të prisen kohë. Ndërsa për sa i përket marrëdhënieve me Serbinë, çdo parti që do vinë pushtet, patjetër duhet të bisedojë, të bashkëbisedojë me Serbinë. Janë edhe vende tjera që kanë pasur domethënë kriza të tilla, kanë pasur konflikte kaq të mëdha. Ka rrezik për Kosovën nëse themelohet asociacioni me komunat me shumicë serbe. Siç thotë opozita, futet Serbia këtu në Kosovë dhe pastaj nuk mund të hyj për ta parë çështën e Qeveria shqiptare ka mbështet, megjithatë marrëveshjen në mënyrë që ne mbështesim çdo marrëveshje që bëhet midis Kosovës dhe Serbisë. Domthonjë kjo është aja dhe kushdo që do vinë pushtet në Kosovë, domthonjë marrëdhëniet me Serbinë duhet patjetër të zhvillohen. Atëherë kemi të bëjmë një çështje tjetër, sa këto marrëveshje janë efikase, janë të balancuara dhe në interes reciprok. Kjo do parë. Por se do vazhdojnë, domethënë diskutimi me Beogradin, kjo është patjetër që duhet ndodhë. Kalojmë në çështje tjetër, Dillën duket do të jenë në Shqipëri për vizitë sekretari i shtetit John Kerry. Dihet parafërsisht cili do të jetë qëllimi. Ne në Kosovë kemi qef me interpretu ka pak që ndoshta do të jenë edhe një mesazh prej neve në Tiranë dhe ju do të na. Do të jetë vetëm takim bilateral me autoritetet shqiptare. Jeni të bindur që do të jetë takim bilateral. Nuk do ketë takim trilateral. Okej. Sepse domethënë sekretari i shtetit ka qenë dhe në Prishtinë. Po, në aeroport. Ka dhënë ato mesazhe. Mesazhet e lartë i presim në aeroport kryesisht kohëve të fundit. Po me sa duket se ka hapësirë më tepër. Dhe mesazhet janë të qarta, Shqipëria si vend antar i NATO-s me një peshë të caktuar në rajon për reformat, për sistemin e drejtësisë, kjo do të jetë. A do të jetë dikush prej Kosovë në takim me John Kerry? Me sa di unë jo dhe s'besoj të ketë. Është një gjë interesante që mundet mu lidhë me këto. Ish presidenti George Bush nga Tirana kishte deklaruar që shumë enough is enough, ajo fjala atij e famshme në Tiranë kur thotë do ta njohim pavarësinë e Kosovës. Tashna a ka mundësi që John Kerry edhe prej atje do ta jep në një deklaratë të kësaj natyre për edhe ai do të thotë enough is enough me krizën në Kosovë nga Tirana. Mund të pyesni ambasadorin grek. Ambasadorin grek? Grek. Thash mos më përzihu grek do. Okej, edhe një pyetje tjetër lidhur me zgjedhjen e presidentit, pra në Kosovë. Mund më marr diçka përtej deklarimeve diplomatike të kësaj marrëveshje, pra si e shihni këtë çështje? A mendoni që Thaçi është kandidati i duhur për president të Kosovës? Po unë mendoj që nuk del fjala nga këtu. Okay. Po e them. Jo, këto mes nesh konfidencë. Tani ka një marrëveshje midis dy partive kryesore në koalicion. Dhe normalisht shu duhet shkoj. Por politika prodhon gjithçka. Politika është dhe arti i pamundurës. Prandaj nuk mund të predikoj gjë. Por është tepër rëndësishme që atmosfera duhet të jetë më ndryshe e duhur. Një dhe forcat politike duhet të dakortohen për te problem.
roli presidentit është shumë i rëndësishëm. Edhe në shoqëritë tona, kur nuk kemi një mjedis demokratik, diskutimesh, debatesh. Sepse ne kundryshojmë me këto, me vendet e tjera, dhe Shqipëria dhe Kosova, është mendimi i opinionit publik të ne është i dobët. A mendoni se do të provoj diçka dialogu i nisur nga presidenti, i cili erdhi me një mbështetje të fuqishme të ambasadorëve, që të çojnë ndonjë marrëveshje për zgjedhjen e presidentit që të ketë një seancë të rregullt? Do uroja, do shpresoja. Është edhe një çështje të kandidati i vetëm për president. Aktualisht e kemi vetëm zotin Thaçi kandidat për president. Opozita nuk ka dalë me një opsion të vetin, i cili mbi zotin Thaçi si kandidat për president rëndon një akt akuzë ose një akuzë, ende nuk është në stadion e akt akuzës për trafikim të organeve. Është edhe Republika e Shqipërisë e përfshime në një formë, sepse Parlamenti i Shqipërisë kishte aprovuar një task force që do të kryente hetime. A keni diçka, a ka një uri Republika e Shqipërisë për këtë rast, për gjykatën speciale, për hetimet? Si konsideroni këtu? Tani, nëse do të bësh diçka, domethënë që njerëzit ngelen me gojë hapur, sidomos në Perëndim, thuj trafikim organesh. Është gjë që unë nuk besoj. Kjo na ka rënë hise, mediat kanë raportuar. Në Shqipëri, unë kam pas fatin që të jem deputet. Në kohën kur ka ndodhur kjo dhe në zonën kur flitet për shpinë e verdhë, që doli një flusk e pavërtet. Është e pamundur. Mirë, po kjo i nisi hetimet, por tash na jemi para aktit, ato do të ndodhë. Ju më pyet për trafikim organesh, dhe unë po them domosdoshmë që është gjë më e pabesueshme. A mund të tonë ose të gjykohen eventualisht edhe shtetat e Shqipërisë nga kjo trup? Në fund procesit. Me të drejtën nuk kam shumë njohuri. Nuk i shumë njohuri. Nuk kam shumë njohuri. A ekziston mundësia që Ligjërisht është e mundshme. Urdhoni? Ligjërisht është e mundshme në mandatën e kësaj gjykatës në bazë të njerive që keni që të gjykohen edhe shtetat e Shqipërisë, për shkak se vepra e supozuar ose e pohuar prej dikmartit është në Jemi Shqipëri. dy shtetet pavarura. Megjithatë, Shqipëria ka leju hetime në territorin e saj për dhe vendi është në Shqipëri. Më falni, domethënë kjo histori takon vitit mos gabojmë vitit 2004-2005 ose më herë 2003. Janë bërë atëherë nga Cala del Ponte, është bërë dhe një verifikim. Dhe në fund fare ekipi që pa të ardhur atëherë për të parë çështjen, tha që nuk ka gjë dhe ajo çështje u mbyll. Dhe u rihap nga Cala del Ponte pas hikjes nga mandati i saj. Librin e saj që e botoi. Librin që e botoi është një histori e gjatë që nuk ja vlen për të bërë, por që nuk do le vërtet. Okej. Në Shqipëri flas. Sa dëmton Kosovën krijimi i kësaj gjykate? Tash po ju pyesim si diplomat. Tani Në imazhin e saj. Jo që e kemi në imazh ku me di çfarë, po. më fal, tash unë duhet ta devijoj pak temën nëse ka mundësi për fol për imazhin. Nuk gëzojmë në reputacion të mirë edhe pa këtë gjykatë. Kjo vetëm mundet. Jo, çështja e imazhit është shumë interesante. Sepse ne kërkojmë që të fitojmë një imazh nga të huajt larg. Imazhi i Shqipërisë është rrit në botë. Ka sidomos turizmi, sidomos Pikrisht, jo, e kam shumë seriozisht për këtë temë. Unë do të jap një shembull shumë interesant që disa njerëz nuk e njohin Kosovën, po flasin jashtë, edhe ato që janë të lexuar në libra. Më falni, ose që dëgjojnë për shembull jo trafikim organesh, jo gjykatë speciale, jo gaze e kështu me radhë, po ç'bëhet në atë vend. Dhe mendojnë që në këtë vend jeta nuk vazhdon. Unë kam një histori shumë interesante vjet. Kam një djalin e motrës, nipin, që jeton në Amerikë, Kaliforni, dhe gruaja vet punon në një bankë. Edhe i tha do shkojmë në Shqipëri, po do shkojmë edhe në Kosovë. Në Shqipëri të shkojmë, tha në Kosovë nuk kemi çfarë bëjmë. Tha është vend, tha weird country, vend. Po tha do shkojmë, tha është vend normale kështu. Edhe një ndër arsyet që erdhi që do vi në Kosovë ishte që ne jemi si ambasador të paktën ti nuk e bëj gjë. Një imunitet. Një ofru brenda mureve të ambasadës. Dhe ç'ndodhi? Erdhi për 24 orë, ka ndej 3 ditë. Okej. Me një përshtypje të jashtëzakonshme. Pa pjesën geografike, pa malet, pa njerëzit, pa muzeet e më radhë, dhe tha gjuna, që ky imazh që ne pam sot nuk ecën sipër. Jo, më mujt na mi pru ka një këtu më na vizitu, e kishim i Jo, bind, po është shumë e rëndësishme për të krijuar një PR. Është shumë e rëndësishme. Nuk kushton shumë, më tepër do
një pozitivitet të njerëzve. Po kjo duket e vështirë, ambasador, kur i ki udhëhecit politik, me drejt apo pa drejt, mbi cilën randojnë akuzat rona, edhe mediat si Guardian dhe tjerët raportojnë që këta njerëz janë dyshuar. Nese, me gjitha të dëmën, këtu ka një pjesë populatës, një pjesë intelektualës, njëri që duhet ta kenë pak më patriotizëm, dëmën në vëndin vetë. Mua nuk ka nevojë të më flasë për Kosovën, sepse unë kam nusen e djalit nga Kosova, unë kam besën burri nga Kosova. Dhe unë jam i bindur, problemi është që të bindët të tjerët që të vi. Imagjinoni në Valbon shkojnë 30.000 të huaj, kur them të huaj jo nga Kosova, po nga vende të tjera, nga muaj qershor deri në fund të gushtit. Dhe di nga kalojnë gjithë në territorin e Kosovës për të vënë. Po atëherë pse mos bëhet një propagandë që këto të vizitojnë dhe Prizren, isha dje në Prizren, vizitojnë nxënësit e shkollave. Duhet bëni më tepër për qytetin. Prizreni është një qytet i jashtëzakonshëm, shumë i bukur. Vëso një pyetje në lidhje me gjykatën. Mediat shkruajnë se e gjithë kjo që po ndodh në Kosovë ka të bëjë me rezistencën që po i bëhet gjykatës speciale nga aktorët vendor. Çfarë mund të thoni për këtë? A ka ndonjë lidhje kjo trazirat me gjykatën? A shihni? Sepse ambasada gjermane ka thonë që kjo në sfond gjithë kësaj është gjykata speciale. Edhe amerikanët kanë lënë me kuptu diçka të tillë. Po edhe mund të lejmë e kuptu në diçka të tillë. Por ajo që më gëzon, sot se nuk është situata vetëm zinë kuptimin e kësaj. Ne shikojmë domethënë që midis Kosovës dhe Shqipërisë ka një marrëdhënie të ndërsjellë pozitive. Se shpejt herë ju të mediave thoni radhën kufi ose ky produkt u ndala i produkt. Jo, mirë tash. Po më të rrotë është mirë, të produktet tash do të flasim të produktet. Po kemi një lajm shumë të mirë nga i Stati i Shqipërisë që Kosova është destinacioni dytë më i madh i eksporteve shqiptare, mas Italisë. Okej. Dhe nga ana tjetër, Shqipëria është destinacioni i parë i Kosovës në raport me mallrat që jepen. Po jap një shembull. Nga Shqipëria, nga Kosova, nga Serbia, në Kosovë vijnë 320 milion euro mallra dhe shkojnë në Serbi, ndoshta në Lugin, 10%. Ndërsa Shqipëri mallrat shkojnë 25% me krahasuar me volumin e mallrave. Okej. Dhe tendenca është që të rritet. Me import si qëndrojnë të vendet? Te thash, domethënë 75 me 25. 75 Shqipëria, 25 Kosova. Ne ashtu nuk qëndrojmë mirë me prodhim, na veç krizë prodhoj. Jo, problemi është që ne një peshë shumë të madhe kanë produktet bujqësore të Shqipërisë, është cikli i prodhimeve që fillon herët. Maj qershor, klima të favorshme, vend më i madh në kuptimin territor etj me radhë. Kanë pengesa, është fol shumë gjatë për pengesa të prodhuesve kosovar për të dërguar mallin e tyre në Shqipëri, përmend të famshmet patatet, si vjetë kishin problemin e rushit. Shiko, unë po them visot nga një mbledhje ku janë pengesat nga ana e Kosovës. Na ato nuk i shohim. Ato nuk i shikoni. Kemi pas një sjellje ambasador në fshat kur kom jetu, kur na nal ke rrymë ne dilshim edhe shishim fshatin tjetër që kish rrymë. Edhe na mendojshim që ata gjithë kanë. Po ata ishin just për na kthyer ne kur na nalët neve. Na i kthyer raportet. Çfarë pengesa i bën Kosova Shqipërisë këtu? Në kostot e transportit, për shembull në terminale, akoma paguhet dhe janë çmimet më të mëdha. Dhe ne po mundohemi t'i ulim. Ne po mundohemi, shiko, neve shumë gjëra i pengojmë vetë. E ngrejmë traun e kufirit ne vetë sa dum, se themi shtete të pavarura, jemi të pavarura, por ne mund bashkëpunojmë si një shtet i vetëm. Edhe po e them domthonjë që pararoja e një bashkëpunimi të shkëlqyer është energjetika. Kosova sot ka linjën interkoneksionit 400 kV deri në kufi dhe Shqipëria për punë 2 muaj, 3 muaj do ta bjerë. Është një çlirim i madh për Kosovën, edhe një ndihmë e madhe për Shqipërinë. Kombinimi i në mënyrë absolute sepse do të shkëmbejmë direkt dhe mund të ecim pastaj mund të ecim edhe me metodën e clearingut. Pa i vur çmime të tjera. Kjo është gjë shumë e mirë. Dhe ne po shikojmë mundësinë tash, ne kemi dhënë mundësi që qytetarëve të Kosovës t'ju japim mundësi që të marrin toka me qira dhe të blejnë toka në Shqipëri, sikur të jenë shtetas Shqipërisë.
është të mundshme që një shteta si Kosovës blej një tokë Shqipëri dhe ta ketë në emër të vetë? Po. Ka pas shumë probleme të... Shiko, çështja tashti, ajo që është më e rëndësishme, pala kosovarë tash po merr toka me qira. Në Milot, në Divjak, në Lushnjë. Zonat bujqësore. Bujqësore, po marrin për shembull për patatën e pranverës. Për ta marrë këtu, për ta prur në Kosovë edhe kultivu patatën atje tash për jo, po është neve jemi dy komunikuese. Produkti është më herët Më herët. Tash për shembull janë disa që po prodhojnë bostan në Shqipëri, po eksportojnë gjoja këtu, domthon po e marrin nga një vend po e bin këtu. Ne kemi ulur tarifat zero, kostot e transportit domthon janë shumë minimale, sepse të vish nga Miloti. Në Prizren është njësoj si të shkosh nga Prizren në Gjilan. Këto janë distance shumë të afërta. Këto bostan po besoj e ki prej Kosovës, atje Shalqeni thoni apo? Po, njësë më fatë, Shalqeni po. Okej, se do t'jemi qartë. Po edhe në Shqipëri, bostan e Shalqeni nuk vendësh po. Po edhe bostan e Shalqeni. Po në veri, se jo në jug bostan. Në jug i thonë Shalqi. Se na kemi problem, Ne kemi njësoj, se edhe nga veriu ja. A di cili ka qenë befasia më e madhe për mu, kur e kom kuptu që dredhëzës nuk i thojnë dredhës atje. Po. Se ne nuk ka duk shumë fjallë shqipe dredhës. Po. Edhe kom lyp diçka me dredhës, e nuk kom ka kuptu, aja është lullë shtry dhe dredhëza në Shqipëri. Varë poshtë. Poshtë atje. Në sipër ku jam unë, i thonë drezë. Kthehemi te një problem shumë i madh. Kemi pa ty protestu për diploma. Universitetet private, pra universitetet të diplomuar në universitetet private të Shqipërisë nuk po i njihen diplomat në Kosovë. A njihen të Kosovës në Shqipëri? Po njihen. E pse kjo pengesë ku na njohim edhe diplomat e Serbisë në vendin tonë? Mendoj që Ministri i Arsimit mendon që niveli i arsimit tu është shumë i lartë. Aha. Këtë do thani me shumë ironi. Ja, një diplomatike, thotë edhe këtë. Çështja ashtu që neve është folur shpesh për këto mbledhje e dy qeverive që janë bërë. Janë bërë dy mbledhje, një viti 13-14, Me shqiponjën e madhe një që. Me shqiponjën e madhe. Po shumë bukur dhe kishte. Ajo shqiponjë e madhe. Si dizajn po edhe grafik, duhet. po. Po edhe shumë interesante. Po, a pse hapat konkret nuk po realizohen, por na Bën. sa më madhe Shqiponia, çast më i madh mashtrimi ko pas kohë është. Jo, megjithatë unë kam shumë seriozisht që ka hapa përpara. Diplomat nuk pranohen, pra Më fal. kemi po 50 vjet, 100 ty protestu. Po, problemi është ashtu që neve çdo gjë madhe domthon se si është volumi i shkëmbimeve të njerëzve kështu. Domthon brenda një viti nga Kosova në Shqipëri padyshim shkojnë 1 milion vet. Në periudha të caktuar ti mund shosh 3-4 herë e tjetër me radhë, domthon ka një fluks shumë të madh. Nga ana tjetër ajo që është shumë e rëndësishme që kjo po shikohet edhe me rritjen e bilancit ekonomik, të shkëmbimeve ekonomike midis dy vendeve. Kjo shikohet pas edhe me numrin e njerëzve që janë punësuar në të dy anët, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Domthon ka një rritje të madhe. Natyrisht qeveritë ndikojnë për të sensibilizuar më tepër, por edhe për të pasur disa arritje. Kjo çështja e diplomave është vendosur në mbledhjen e dy qeverive që do njihet njëja diplomave reciproke. Por ajo që më bën kështu çudi është sepse këto studentët e këto që kanë mbaruar shkollat e larta merren një herë para ambasadës 100 vet. Unë kisha thënë do vinë 10-15 vet, ku di funksion aty. Ne nuk jemi ambasada e Shtetet Bashkuara. Po, edhe ato nuk kanë hapësira kaq të mëdha. Dhe ku i thash, po do interesonit autoritetet tu. Dhe ku është e keqja kësaj pune? Keqja është se ndonjëherë to thonë diplomat e universitete private. Jo vetëm kaq, por edhe të Universitetit Publik Tiranës. Për çu një diplomë për ta nostrifikuar këtu është Ki më letë me diplomu këtë, me marrë për i ashtë. Dhe ajo pasaj që më bën habi është që ju shikoni pak e diplomat e perëndimit anglisë, francës me dyshim. Pra ne ky nuk është problem midis nesh, po është problem këtu në Kosovë. Dhe çuditërisht të institucionet të gjithë institucionet. Çfarë po thonë? Me ministrin jam takuar 5 herë 6 herë, e zgjidhin javën tjetër. Okej. Shkojnë këto tjerët e zgjidhin javën tjetër, me sa duket domethënë nuk e di sa do të jetë java tjetër, po uroj që të zgjidhet. Është një problem tjetër i madh te lejet e qëndrimit. Po, lejet e qëndrimit të qytetarëve të Shqipërisë tu janë njësoj si lejet e qëndrimit të një qytetari kinez. Por na që kërkojmë viza për në ambasada ankohemi vazhdimisht për kushtet e vështira në anën tjetër, e vështirësojmë jetën e tjerëve. Në mënyrë absolute edhe nuk ka sens, sepse në anën tjetër të kufirit, po të kesh një leje pune, ke lejen e qëndrimit. E këtu është e komplikume? Shumë e komplikume. Shumë e A komplikume. ka shumë shqiptarë të Shqipërisë që punojnë në Kosovë? Me të thënë drejtën, jo shumë, numri ka ardhur duke rënë, se një pjesë e tyre kanë qenë të këto institucionet ndërkombëtare, po prapë është gjysma
ose më pak se gjysmë do them, 30% e të punësuarit që janë nga Kosova në Shqipëri. Pra më shumë kohë nga Kosova në Shqipëri? Më shumë. Okej. Më shumë. Kryesisht çfarë punojnë këtu? Këtu kryesisht janë në fushën e arsimit, një pjesë më të mësimdhënia, janë në fushën inxhinierike, të menaxhmentit. Ka 2 kompani sigurimesh të mëdha që janë të parat, që janë në Kosovë. Janë të specialiteteve, nuk ka dëmën shumë fuqi punëtore në kuptimin e saj, se sa dëmën kapacitet intelektual, do thënë. Se ne kryesisht i njohim këta që janë për parti politike të Kosovës. Kemi edhe prurje politike, pra ka në parti ndryshme politike edhe prurje nga Shqipëria. Po një komb jemi. E kemi edhe te këtu, pra deklaratat e kryeministit Mustafa nuk kanë qenë shumë vëllazërore. Ai në një mbledhje qeverisë madje i ka dërguar disa selame ministrave të Shqipërisë që të mos përzihen në punët tona të mbrëmshme. A beson që mundet me qenë kjo edhe refleksion i gjithë kësaj byrokracie, pra a është edhe personale kjo e një njësitit veçantë në kodër qeverisë? Shiko, ato që ka thënë kryeministri Mustafa, ka qenë ajo gjora pat për të mirë. Unë mund ta quaj si thonë anglisht slip of tongue. Një rështitje freudiane. Nuk e mendoj që zoti Mustafa e ka në koncept. Okej. Ose dëshiron ta mendosh që nuk e ka në koncept. Janë edhe disa lëvizje interesante në fushën e turizmit që ju folni me gjithë qejf, pra anash prej këtyre telasheve byrokratike, disa komuna tona megjithatë po funksionojnë për mrekulli. Bajram Curri, Peja, Gjakova, ai trekonshi i bukur i 2 shteteve. Çka ka treja nga ai front? Ai front ka diçka kohët e fundit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shtrirë aktivitetin dhe në Gjakov dhe Gjakov Tropoj Has. Dhe shiko, është një fakt shumë interesant. Ne nuk e dim nga Shqipëria tamam se çfarë duhet në tregun e Kosovës ose tregu i Kosovës për Shqipëri. Po i marr shembull me që mësën përmendë këtë. Në Junik është ndërtuar një fabrikë. Serbia din shumë mirë. Pra ne ka dhe lehtësira më tepër. Tani, është një fabrikë e lëngjeve, e frutave të pyllit në Junik, e Bashkimit Evropian, një donacion interesant. Dhe unë kam shkuar kam parë vetëm duke dëgjuar në radio. Domethënë që fabrika Junik, kështu, thash po shkoj shikoj atë fabrikë. Interesante ishte megjithëse me Tropojen janë vetëm 10 kilometra larg. Asnjë nga Tropoja nuk vinte fruta pylli, gjëra për t'i përur atje. As nuk i mblidhte sepse nuk kemi ku i çojmë. Dhe janë kohën qeverisë Tiranës nuk kemi një fabrikë. Shkova e pash dhe pastaj thira drejtuesit të pushtetit vendor të Hasit dhe të Kukësit dhe panat e fabrikë atje. Një fabrikë si ajo i mbulon të gjitha nevojat për Pejen, për Gjakovën, për Junikun, për Tropojen, për Hasin. Duhet kemi parasysh atë shtrirjen gjeografike, ta kemi percepcion më të saktë, jo ndarjen kufitare. Dhe e fabrikë mund të ndikojë shumë për shembull edhe për mbledhjen e kështjellave për punimin e kështenjave që vijnë nga malësia e Gjakovës. Ka qenë problem edhe rruga aty prej pikës kufitare në Morin deri në Bajram Curri. Është një pjesë rrugët po. Komonit aty për në drejtim Bajram Curri të shumë i dëmtuar ai segment. Fati Morin. Tani problemi është që ne po shikojmë mundësinë pse ka rëndësi domethënë për të pasur një përqasje rajonale. Ne nuk mund të themi që Gjakova është një rajon ose Tropoja një rajon, po Tropoja, Gjakova dhe Hasi janë një rajon. Janë të njoftën edhe si malësia e Gjakovës. Po patjetër. Prandaj ne duhet të arrijmë deri atje që të shikojmë projektet përbashkëta pa rëndësi se a kemi kalu kufirin apo kemi futur. A komunikojnë mirë kryetarët e komunave me njëri tjetrin? Shumë mirë, ka filluar tash për shembull ishin Unik thira këto kryetarët e erdhën ato atje në mënyrë fantastike, shumë mirë. Sepse Tropoja asnjëherë nuk kalon nga Hasi për shkuar në Tiranë, po gjithë Tropoja do zbresin, Gjakov do ecë në Vatan. Prandaj për rrugët e Kosovës edhe Shqipëria duhet investojë sepse një pjesë e qytetarëve kalon në atë rrugë. A do të rregullohet ajo rrugë që përmendi a ka projekt që është një rrugë 3 kilometrash. Po 3 kilometra. Ajo që e ka personal me këto deri në Valbonën. Ajo që ka në Valbonën që futesh për lumit Valbonën. Ajo do të bëhet. Do të bëhet. Dhe domethënë unë mendoj që
ka përqasje shumë mirë për të pasur disa politika strategjike, zhvillimi rajonal. Prandaj ky fondi shqiptar i zhvillimit ka krijuar dhe një bord atje për të krijuar, për kërkuar fonde jo thjesht për Gjakovën, jo thjesht për Hasin, për Tropojën, por për të gjithë zonën. Do ishte shumë interes. Ka fundi dhe ka fundi lëmë pyetjet pak më të rënda. A besoni në bashkim kombëtar, në bashkim juridik, jo bashkim emocional? Është temë që diskutohet më shumë ka muaj nëntor, kështu. Kur ti ofroi 28 nëntorit, po. Jo, se më përmend 28 nëntori, mua më duket e çuditshme që nuk është ditë pushimi 28 nëntori. E ka një status tjetër të festës. Po, është dita shqiptarëve quhet, nuk është festë kombëtare, po është për shkak të me gjas ka qenë. Tash po shfryzohet për protesta. Tash po shfryzohet ashtu për protesta, mirë po ka qenë. 28 nëntori është pavarësia e Shqipërisë. Po. Ku në atë kohë ka qenë dhe Kosova dhe duhet të jetë festë ndar. Na ngelëm mas 28 nëntorit ngelëm pak. Jo se keni ditën e Evropës, që keni shumë të rëndësishme. E vërtet. Po, e keni ditë pushimi. Po, me 28 nëntor na metëm jashtë kufive të Shqipërisë. Okej, a besoni në bashkim kombëtar? Pra, a mendoni që kjo gjë mund të realizohet anash retorikës, jo na kena mu bashku në bashkim evropian, ato i dim krejt? Jo, bashkimi kombëtar ne mund ta bëjmë çdo ditë. Po. Pse për shembull i kemi 2 pika doganor, pse as nuk po bëjmë sikur Shqipëria me Malzi ose na me Serbi kena një kabinë ku rrim. Po do të bëhet. Këto tonat janë ajo do të bëhet. Po unë them që bashkimi kombëtar nuk na pengon asnjë, ta heqim atë jo takomin Bashkimin Evropian. Bashkimi kombëtar bëhet çdo ditë. Bashkimi kombëtar klasik mes dy vendeve që të ketë një shtet përbashkët, të shqiptarëve. Shiko. A është e mundur kjo? Është vështirë me një shtet përbashkët, domethënë me këto zallamajira që na ndodhin, por mos më marr vesh, më mirë dy shtete. Po thu, por këtë tempe bisedojmë kur të ndalojmë kamerë. Por megjithëse domethënë ne nuk na ndalon kush për të bërë atë bashkimin ekonomik, që është më e rëndësishme. Po u bashkove ekonomikisht, i bashkuar me të gjithë. Edhe në futboll jemi bashkuar më herët në fakt. Po, edhe është një simbolik fantastike. Na kena shikuar ndeshje bashk. Po. Kush luan më mirë? Lojtarët e Kosovës apo ata të Shqipërisë? E di. Kombëtarës. Jo. Tash ti do ta marrësh për propagandë. Unë them që nuk merren vesh domthon se cila palë ka atë tjetër. Deri para ca kohësh kishin vetëm prurë nga Kosova. Tash është përzierë për Sheva. Lugina etj me radhë, Malizie, po kështu po bën. Po marrim si kosovarët, edhe të Luginës, edhe të Malizis. Po. Ju parashikon grupin me Francën, me Shqipëria kualifikohet në grup. Me Zvicrën kush do të fitojë? I kemi edhe atje dorë shqiptare. Do të mund dalin 2 ekipet shqiptare në krye të grupit. Okej. Një koment për shqiptarët që luajnë në Zvicër, apo në keq apo në mirë që e kanë zgjedhur Zvicrën për me luajtur në kombëtarën e Zvicrës? Unë jam plotësisht dakord me ato që thon ato. Ambasador, faleminderit shumë që ishim mysafir në komitet. Faleminderit juve. Shikues nderuar, kishim ambasadorin e Republikës së Shqipërisë mysafir në komitet, shihemi javën e ardhshme.